Nuk po ndihej mirë gjatë bisedës live, gazetaria Rudina Xhunga largohet nga emisioni. Mjekja e ftuar në panel i jep ndihmën e parë. Një situatë as pak e zakontë ka ndodhur pas ditën e kësaj tente në emisionin e Rudina Magjistarit, ku e ftuar ishte edhe gazetaria e njohur Rudina Xhunga. Ajo sapo nisi të fliste dhe të tregonte eksperiencat gjatë emisionit kur filloi të kishte probleme shëndetësore. Më keni kapur në një ditë të keqe sepse kam një problem shëndeti që nuk e kuptoj. Është shprehur gazetaria, ndërkohë drejtuesja Rudina Magjistari kërkoi menjëherë të largohej për të monitoruar shëndetin pavarësisht transmetimit live. Për fat të mirë, kishim dhe doktoreshën këtu, dëgjohet të thot moderatorja në pamjet që ka shpërndar edhe vetë televizioni, duke treguar kurse publiku e Eduard Trokiti, gazetaren e njohur në panel e ftuar me Rudina Xhungën për të folur për rolin e grave në 7-8 mars, ka qenë e pranishme dhe mjekja Edlira Rehovica, e cila e shoqëroi gazetaren jashtë studios dhe menjëherë asistoi për të monitoruar shëndetin dhe shkakun e gjendjes së paqëndrueshme. Media që Rudina Xhunga drejton shkruan se gjendja shëndetësore e saj është stabilizuar dhe për momentin ajo ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Jeni shumë që na keni shkruar për shëndetin e Rudina Xhunga. Dua t'ju themi të gjithëve se gjendja e zonjës Xhunga është e stabilizuar, për momentin është e qetë dhe nën kujdesin e mjekëve, thuhet në reagim.